Në një jetimore të vogël, një çift hynte me zemër të mbushur shpresë. Nuk mund të kishin fëmijë, por dashurinë e kishin plot. Ndërsa po i zgjidhnin fëmijën që do ta merrnin në shtëpi, një zë i vogël, nga cepi i dhomës, i ndali në vend. Apo më merrni dhe mua? Tha një djali i vogël, me syt plot mall. Ajo në ngriti syt, e pa dhe diçka ju thye brenda shpirtit. E përqafoi fëmijën që kishte zgjedhur, por zemra ju mbeti atje, tek ai zë i vogël që kërkonte vetëm pak dashuri. Kaluan muaj dhe çdo natë, ajo mendonte për të. Nuk mund ta harronte. Një ditë, nuk duroi më, u kthye prap në jetimore. Dhe ai djalë, ende atje, kur e pa, i tha me buzëqeshje, e dija që do vije. Ajo e mori për dore dhe e solli në shtëpi. Shtëpia u mbush me zëra, me lojëra, me dashuri. Dhe si për mrekulli pak kohë më vonë, Zoti u dhuroi edhe një fëmijë të tyre. Sot, ata kanë fëmijë të lindur nga gjaku dhe fëmijë të lindur nga zemra, sepse Zoti i bekojnë ata që duan pa kushte. Dhe ndoshta dashuria që japim, kthehet gjithmonë me mrekulli.